Klubi i futbollit Cetinska nga Tetova në sezonin e dytë të garave në Ligën Komunale të Futbollit ka shënuar suksesin historik pasi krahas titullit kampion, një herë janë kualifikuar edhe në Ligën e tretë. Ishte kjo arsyeja kryesore që ekipi së bashku me tifozët në ndeshjen e fundit kishin organizuar një festë për të shënuar këtë sukses të jashtëzakonshëm. Për trajnerin Fatmir Mehmetin, ky sukses është rezultati i punës, përkushtimit dhe mbështetjes së të gjithë atyre që besuan në këtë projekt. Ishte një rrugtim 2 vjeçar, jo e lehtë. Pasi vitin e kaluar me mbani mend edhe vet, ishim në pozitën e dytë nën kampion, edhe pse ishte viti i parë garus, kurse si vjet luodhëm forcën, tregum karakter sportiv dhe sot shpallemi kampiona ku dhe fesojmë titullin kampion të Ligës Komunale. Pjesë e ekipit kampion ishte edhe ish futbollisti i Shkëndijës, veterani Bashkim Aripi, i cili ishte edhe ndihmës i trajnerit. Unë edhe si trajner, edhe si lojtar, kom pat mundësinë ta shijoj edhe publikun e ekipit tonë Cetinskës. Edhe me shumë kënaqësi i falenderoj të gjithë që kanë marrë pjesë në këtë moment historik të klubit tonë. Skuadra e Cetinskës gjatë të kampionatit ka regjistruar plot 101 gola, ndërsa ka pranuar vetëm 25. Njëri ndër golashunuesit më të mirë ishte Lorik Lika, i cili thotë se ka shënuar golin e parë dhe të 100-tin për klubin e tij. Jam shumë i lumtur që pikë së pari u inkuadruam në Ligën e tretë të futbollit të Maqedonisë. Jam shumë i lumtur që kam shënuar golin e parë pas themelimit të klubit dhe golin e fundit të 100 dhe inkuadrimi në Ligën e tretë të Maqedonisë. Kujtojmë se lagja e Cetinskës është një batër futbolli që ndër vite ka nxjerrë shumë futbollistë cilësor, emra që kanë lënë gjurmë me panellën e Shkëndijës dhe ekipe tjera të futbollit vendor e magjer.